Kur'an ka thënë, innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat. Me të vërtet, ata të cilët i fshehin atë që kemi zbritur nga Allahu. Këtu flet Allahu për jehudët, për ahlul kitab, dhe për kristianët të cilët kanë fshen librat e tyre, shpallura për ardhin e pejgamberit a.s. E kanë fshet vërtetën. Dhe fshehja të vërtetës është shumë e rrezikshme. Dhe çfarë thotë Allahu? Min ba'di ma tabayyanahu lin-nas, pasi që është sharuar njerëzve. Pra ju ka sharuar në Tevrat se do të vjen Muhamedi a.s. në Injil. Ata i kanë fsheh. Për çfarë i kanë fsheh? Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dalë nga Benu Israilit, ka dalë arab, nga sulala, nga gjeneza apo loza e Ismailit a.s. Mlefi, urrejtja i ka vërbu dhe kanë fshet vërtetën. Kjo i përfshin edhe për muslimanët të cilët e fshehin vërtetën. Pra, dikush pyetet, sot e pash për mjekër, synet tha është mjekra. Pra, synet është mjekra. Hoxh përgjigjet, pra i vje vështirë me thonë, haram është ruarja mjekrës. Pra, ka të vështirë me thonë. Dhe thotë synet është mjekra. Pra nëse e pyet një xhamat në xhami kur të fshehur azi, thotë po synet i fortë, na nuk mund ta mohojmë, se synet është përgjithësi Islami, pra ta bën atë devijimin. Po ti ke më dalë me dhon përgjithësi para Allahut subhanahu wa taala. Ki më dhon përgjithësi para Allahut subhanahu wa taala. Kjo është siç kur janë pyet dietarët thonë Saleh al-Sheikhu e ka një libër rreth fatwas. Ai thotë para se të mendosh për pyetjen, mendo për veten, pastro veten, ruaj veten nga zjarri. Po të hyn punë ti ai që të dëgjon, ti e ke përgjegjësinë me dhon. Sikur mjeki që ka përgjegjësinë, nëse devijon pranë udhëzimit, njeriu mund të përkeçohet gjendja, por ti nëse devijon njeriu, këtu është çështja e Islamit. Kjo është feja e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj më njëherë vjen hoxha tjetër ja demanton. Është diçka shumë i mashtron shejtani njerëzit. Edhe nëse shkojnë edhe 20 vjet, 100 vjet, tjetri që ja demanton me argumente dhe i thot, është përgjithësi, kjo është, ruarja e saj është haram. Pra, në këtë pikë kanë frikë m'ia shpjegoj njerëzve të vërtetën. Njeriu duhet m'u qartësu njerëzve, çka është halal, çka është haram. Çka kemi mësuar ne, për çka kemi shkuar, kemi marrë rrugtimin, më u kthy me marrë një rrogë dhe me përfundu, kaq? Apo, m'u shpjegoj njerëzve halalin dhe haramin. Prandaj, çfarë thot Allahu? Ata që e fshehin të vërtetën, është shumë e rrezikshme. Ulaika yal'anhumullah. Të tillët, ata që e fshehin hakun, yal'anhumullah, ata i mallkon Allah. Wa yal'anhumul la'inun, dhe mallkuesit, tu përfshihen gjitha krijesat. Pra vjen mallkimi prej një gjithë njerëzve, prej krijesave të Allahut, ai që e fshet vërtetën.